Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Rama shman komentet e drejt për drejta për lajmin se Belinda Balluku është tashmë person në hetim nga SPAK, ai shpreh se drejtësia ka punën e saj. Altin Dumani mes dy zjarresh të hënën në kuvent, Partia Demokratike kërkon llogari, Partia Socialiste në trysni nga hetimet e SPAK. Në lidhje me videon virale të Ramës për Trump, ai tha se ishte shaka me snitch, por në SBA demokratët e përdorën për të sulmuar presidentin. Grupi i Partisë Demokratike debat mes radikalëve dhe të përmbajturve për strategjinë mes mazhorancës. Joana Qeleshi, gjyqësori në kolaps, një gjyqtar ka mbi 1500 dosje, në apel 50.000 dosje stok. Kurti ka një ditë kohë për të formuar qeverinë, sipas tij zgjidhje mund të jenë zgjedhje të reja. SBA shton praninë ushtarake në Karaibe, vendos aeroplan mbajtëse për presionin mbi Venezuelën. Kanadaja e gatshme të rifillojë bisedime tregtare me SBA pas ndërprerjes së Trump. Kryeministri Edi Rama u pyet në Gjermani nga Deutsche Welle për hetimet ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, për shmangu çdo koment të drejt për drejt. Ai theksoi se drejtësia ka punën e vet dhe se deri në përfundim të çështjeve të gjithë njerëzit janë të pafajshëm. Si komentoni rastet e fundit lidhur me zonën Balluku, sepse në gjitha mediat sot e kam lexuar që ka një thirrje për bisedë apo ku diun ç'është. Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën vet, edhe deri kur çështjet të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës. Këto deklarata të kryeministrit Rama bëhen një ditë pas lajmit se zëvendës kryeministra Belinda Balluku është vënë nën hetim nga prokuroria e posaçme me akuzën e shkeljes së barazisë në tender. Fletëthirrja e dërguar Ballukut për paraqitjen e SPAK mban firmën e prokurorit Dritan Prendshi dhe në të i kërkohet zyrtares së lartë të paraqitet me avokat. Ndjekim raportimin. Prokuroria e posaçme regjistron emrin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku si person në hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Numri 2 i qeverisë Rama 4 sipas burimeve është thirrur të paraqitet në SPAK të hënën më datë 27 tetor, me një shkresë që mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prendshi. Burimet besuara bën me dije se fletëthirrja është dorëzuar zonjës Balluku në adresë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Në fletëthirrje zonjës Balluku i bëhet me dije se në momentin e paraqitjes në prokurorinë e posaçme duhet të jetë shoqëruar nga një avokat, çka në raste të tilla i lajmëron se asaj mund të komunikohet akuzë penale. Kjo nuk kupton ndërkohë që me gjas SPAK do ta ushtrojë ndjekjen penale ndaj numrit 2 të mazhorancës, pa mas sigurie në këtë mënyrë prokurorët e posaçëm shmangin edhe kërkesën për autorizim në Kuvendin e Shqipërisë. SPAK është i rezervuar për të dhënë detaje lidhur me çështjen që po e heton zëvendës kryeministren Balluku, pasi ndaj saj ka një sër kallëzimesh penale. Përfshirë edhe atë të tunelit të Llogaras, ku vlera e tenderit që u fitua nga një kompani turke u rrit me mbi 50 milion euro. I pyetur nga News 24, SPAK deklaroi se nuk ka asnjë informacion për të ndarë me median në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë konfirmohet se janë ushtruar kontrolle në banesat e 2 bashkëpunëtorëve të ngushta të zëvendës kryeministres, si dhe në ambientet e një zyre. Nuk dihet nëse zonja Balluku do t'i përgjigjet fletëthirrjes së SPAK dhe në këtë pozitë të re përballë drejtësisë do të vijojë apo jo të qëndrojë në poste qeveritare, apo do zgjedh të largohet me dorëheqje e ta zhvillojë betejën e saj pa mbrojtjen e Partisë Socialiste. News 24 kërkoi ndërkohë reagim nga zyra e shtypit e zëvendës kryeministres, nëse ajo do t'i përgjigjet thirrjes së prokurorisë, por nuk pati asnjë përgjigje prej tyre. Gjithashtu zyra e shtypit e kryeministrit u pyet lidhur me një vizitë zyrtare që zonja Balluku ka planifikuar të kryejë jashtë vendit në datën 27 tetor 2025. Shefja e zyrës së shtypit në kryeministri Manjola Hasa tha se nuk ka asnjë koment për këtë pyetje. Belinda Balluku e ushtron detyrën e zëvendës kryeministres që prej korrikut të vitit 2022, ndërsa atë të ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë që prej janarit të vitit 2019. Balluku ishte drejtuese politike e Qarkut Fier, ku në zgjedhjet parlamentare të 11 majit fitoi 12 mandate deputeti.
Kuvendi i Shqipërisë do të zhvillojë të hënë një seancë të gjatë plenare ku në qendër të vëmendjes do të jenë raportimet e krerëve të institucioneve kryesore të drejtësisë. Raportimi i kreut të SPAK Altin Dumani pritet të jetë më i ndjekuri sepse opozita pritet ta sfidojë për hetime ndaj zyrtarëve të qeverisë, ndërsa mazhoranca e ndjek me shqetësim për fshirjen e figurave të saj kryesore në dosjet e SPAK-ut. Këtë të hënë në Kuvendin e Shqipërisë pritet një seancë plenare me rendite të ngarkuar, pasi do të raportojnë drejtuesit e disa prej institucioneve më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë dhe rendit në vend. Në fillim të seancës, deputetët do të miratojnë proces verbalin e seancës së kaluar dhe më pas do të shqyrtojnë 2 projekt vendime të rëndësishme, atë për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore dhe Komisionin e Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale. Pas këtyre, Kuvendi do të dëgjojë raportimet vjetore për vitin 2024 nga drejtuesit e institucioneve të drejtësisë. Në foltore do të dalë prokurori i përgjithshëm Ursian Çela për të paraqitur gjendjen e kriminalitetit në vend, ndërsa më pas do të raportojë drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Raportimi i Dumanit pritet të jetë ndër më të ndjekurit dhe më të ngarkuarit politikisht. Përballë tij, opozita e udhëhequr nga Sali Berisha, i cili vetë po gjykohet nga gjykata e posaçme pas hetimit të SPAK, pritet të kërkojë llogari për hetimet që kanë përfshirë zyrtar të lartë të qeverisë, ndërsa vetë mazhoranca nuk shihet se do ta presë me entuziazëm, duke qenë se një prej figurave të saj kryesore, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, është aktualisht nën hetim nga SPAK. Kështu Dumani pritet të gjendet mes 2 presioneve të forta politike, një opozitë që e akuzon për selektivitet dhe një mazhorancë që e shikon me shqetësim intensifikimin e hetimeve ndaj njerëzve të saj, duke e kthyer raportimin e tij në një moment të ndjeshëm për balancat mes politikës dhe drejtësisë. Raporte për punën e tyre do të paraqesin gjithashtu inspektori i lartë i drejtësisë, Artur Metani, kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ili Rusi, dhe kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Mirela Bogdani. Në fund të seancës, deputetët do të zhvillojnë edhe diskutime për çështjet e evidentuara nga zgjedhësit në përrethe. Seanca pritet të zgjasë gjatë gjithë ditës së hënë për shkak të volumit të madh të raportimeve dhe debateve parlamentare. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike diskutoi strategjinë për seancën e ardhshme parlamentare, duke fokusuar tek mënyra si duhet të qasen deputetët demokrat ndaj mazhorancës dhe mbrojtjen e të drejtave të opozitës. Debati lidhej me provokimet që sipas demokratëve mazhoranca bën në seancë dhe respektimin e rregullores së kuvendit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike diskutoi strategjinë për seancën e ardhshme parlamentare, duke u përqendruar te mënyra si duhet të qasen ndaj mazhorancës dhe të mbrojnë të drejtat e opozitës në kuvend. Debati nxori në pas shqetësimet për provokimet e mazhorancës dhe respektimin e rregullores së kuvendit. Gazmend Bardhi ju kujtoi deputetëve se edhe të hënën socialistët do të vazhdojnë me provokimin kundër rregullores për të mos na lejuar të i prezantojmë pyetjet. Të ndalemi këtu fillimisht për diskutuar se si duhet veprojmë. Për mua është e papranueshme që ne të nënshtrohemi ndaj sjelljes së tyre, por dua të dëgjoj mendimin e grupit. Ne kemi të drejtë të bëjmë pyetje, kemi të drejtë të flasim. Nëse ne hiqen këto, e kemi me detyrim reagimin, mos nënshtrimin, sepse po vritet thelbi i parlamentarizmit. Heshtja jonë është bashkëfaqësi me ta në vrasjen e pluralizmit. Duhet të ruajmë një balans mes reagimit dhe nevojës për të folur. Edhe unë nuk jam që të nënshtrohemi, por gjejmë një zgjidhje që arrihet, kjo pa humbur mundësinë për të folur. S'mund të ketë seancë nëse deputetet nuk lejohen të bëjnë pyetje. Nuk mund dhe nuk duhet të ikim këtij qendrimi. Duhet të jemi solidarë e mbi të gjitha, edhe të mbështesim njëri tjetrin. Kushdo që mendon se është në kuvend për të ardhur me kostum 5.000 euro apo kollare 2.000 euro dhe për të bërë foton foltore, asnjë lidhje nuk ka me nevojën që kanë qytetarët për përballje, për rezistencë, për të drejtat tona. Ne nuk nënshtrohemi. Mendoj që nuk duhet ta lejojmë që ata të na heqin të drejtat, që na njeh rregulloria në çdo seancë sa jo një provokim të ri. Nëse lëshojmë tani, bëjmë fasadë në kuvend. Edhe unë nuk jam për nënshtrim, por duhet jemi më të kujdesshëm, duhet jemi më pak emocional. Kur nuk mund të pranoj opozita në nështrimin, ndryshe kot që shkojmë në kuvend. Ato që na jep rregulloria, ne nuk i lëshojmë. Jam pjesë e misionit tonë. Normaliteti me rregullore të shkelur është i rrem, është fasad dhe ne nuk mund ta pranojmë kurrë. Ligjvënësit demokrat duken të ndarë në qëndrimet e tyre, mes radikalizimit e aksionit brenda sallës së kuvendit, teze e cila mbështetet nga disa prej tyre dhe veprimeve më të përmbajtura që mbështet pjesa tjetër.
Ministra e Inteligjencës Artificiale Diella lavdëroi kryeministrin Ramës e një udhëheqës vizionar që kupton thellë inovacionin. Në forumin Dialogu Global i Berlinit, Diella theksoi se Rama di të transformojë mënyrën se si funksionon qeveria, duke kombinuar teknologjinë me vendimarrjet strategjike. Vetë kryeministri cilësoi Diellën bijën e tij besnike dhe vlerësoi për angazhimin ndaj linjës së partisë. Në skenën e forumit Dialogu Global i Berlinit, kryeministri Edi Rama solli me tonen reflektuese raportin mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai e përshkroi Bashkimin Evropian si një strukturë komplekse, duke nënvizuar se procesi i integrimit mbetet pa aq i domosdoshëm sa dhe i paparashikueshëm. Zakonisht, çdo subjekt ka një kufi. Bashkimi Evropian ka dy, të brendshëm dhe të jashtëm. Ne jemi jashtë, në një farë mënyrë ne jemi kërthiza. Hezitimi për të bashkuar me këtë pjesë është jashtëzakonisht një ide jo e mirë. Besoj fort se Bashkimi Evropian ka nevojë për Ballkanin Perëndimor, si pjesë e realitetit të vet. Ai sa kemi ne nevojë për Bashkimin Evropian, por me Bashkimin Evropian nuk i dihet kurrë. Nuk është i parashikueshëm, sepse nuk është një vend, por një asamble 27-shme. Shefi i ekzekutivit ju rikthye shaka së bërë pak kohë më parë, kur ju referua lapsusit të presidentit Donald Trump, i cili thoshte se me ndërhyrjen e tij ju dha fund luftës mes Azerbajxhanit dhe Shqipërisë, në vend të referoi Armenisë. Ishte një shaka miqësore. Kjo shaka miqësore u bë virale në Europë, është argëtuese, por fakti që në Shtetet e Bashkuara u përdor për të sulmuar presidentin ishte diçka që realisht më mërziti shumë, më tepër për demokratat, sepse e kanë humbur realitetin dhe vazhdojnë të besojnë që epërsia morale mjafton për ta të pretendosh që presidenti Trump është aty ku është. Në forum, ministra e Inteligjencës Artificiale Diella pati mundësinë për të prezantuar detyrat e saj si pjesë e qeverisë Rama. Diella tha se planifikon të revolucionizojë qeverinë jo me zëvendësim të njerëzve, por me aplikimin e kapaciteteve të tyre për shërbim. Misioni im është të transformoj vendimarrjen nga ajo e bazuar në intuit në atë të bazuar në evidenca. Inteligjenca artificiale do të ndihmojë në identifikimin e barrierave për investime, përpara se ato të shndrohen në kriza. Do të zbulojë rreziqet për korrupsion para se të shndrohen në skandale. Kur u pyet nëse i pëlqen kryeministri, Diella nuk i kurseu lavdërimet. Kryeministri Edi Rama është një udhëheqës vizionar që e kupton se inovacioni nuk ka të bëjë vetëm me zbatimin e instrumenteve të reja, por me riformësimin se si një komb vepron dhe mendon. Fjalë që kryeministri Rama i shijoi dhe më pas tha se Diella e ruan linjën e partisë. Ajo është ime bi, ajo është shumë besnike ndaj babait të saj, e njeh edhe linjën e partisë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për të shtuar se tashmë Diella është atzan dhe së shpejti do t'i jap jetë 83 djejve të tjerë. Diella është atzan dhe pret 83 fëmijë, një fëmijë për çdo antar toni në Parlamentin e Shqipërisë dhe do të shërbejnë si asistent për ta, që do të marrë pjesë në seancat plenare dhe do të mbajë shënim për gjithçka do të ndodhë dhe do të informojë dhe sugjerojë deputetët për reagimet e tyre. Dhe këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre mbi legjislacionin dhe kur shkon për kafe, këta fëmijë do të thonë se çfarë është thënë kur nuk e qenë në sallë dhe nëse është përmendur emri yt dhe nëse do të duhet të kundërsulmosh dikë që të ka përmendur për arsye të gabuara. Në zgjedhjet e pjesshme për kryetar të 5 bashkive që do të mbahen në datën 9 nëntor, janë regjistruar në total 11 kandidat. Partia Socialiste kandidon në Vlorë Brunilda Mersini, në Berat Ervin Ceca, në Tepelen Gramosakon, në Bashkinë Cerik Florenc Doka dhe për kryebashkiak të Matit kandidon Altin Bojni. Siç ishte paralajmëruar Partia Demokratike dhe forcat e tjera opozitare nuk regjistruan asnjë kandidat, por do të mbështesin të pavarurit që tashmë janë regjistruar zyrtarisht. Në Vlorë i pavarur është regjistruar Dionis Sota, në Berat opozita do të mbështes Pavlo Shkrapra, në Cerik kandidatin Amarildo Hoxha, në Mat Suzana Pasha dhe në Bashkinë Tepelen Gabriel Guma. Pjesë e zgjedhjeve për kryebashkiak të Cerikut është regjistruar Eli Gertima në siglën e lëvizjes Shqipëria bëhet. Në Shkodër, Leka Zogu 2, pasardhës i mbretit Zog ka marrë pjesë në një takim me familjet legalista. I vlerësoi mbështetjen që këto familje i kanë dhënë gjithmonë monarkisë, ndërkohë që kreu i Partisë Lëvizja e Legalitetit Shpëtim Axhami foli për rikthimin e sistemit monarkik në Shqipëri.
Dhjetëra familje legaliste dhe mbështetëse të mbërritit Zog ishin pjesë e një takimi në Shkodër me prezencën e Leka Zogut të dytë, pasardhësit e mbretit, i cili u shpreh se shkodranët kanë qëndruar me besnikëri gjatë gjithë historisë dhe se familja e tij mbretërore ushqen një dashuri të madhe për një qytet si Shkodra. Shkodra ka qenë gjithmonë vaptet e kulturës, e besimit dhe e qendresës. Një shembull i gjallë i bashkëjetesës dhe dinjitetit kombëtar. Unë kam ardhur këtu vetëm për të shprehur mirënjohje edhe një falëndrim të veçantë për të gjithë juve zogjistët që keni qëndruar për familjen time. Juve keni qëndruar gjithmonë me besnikëri dhe nuk keni ulur asnjëherë kokën dhe dëshirën të mirë në vendin tonë. Tedi Kopliku, i cili ishte kandidat i koalicionit opozitar në qarkun Shkodër në zgjedhjet e 11 majit, në siglën e legalistëve dhe kreu i kësaj force politike Shpëtim Axhami, u shprehën se ka ardhur momenti për të rikthyer në fronë. Në kohën e drejtimit të Majtit Zog, jo vetëm institucione, por pasaporta shqiptare kishte vlerën më të madhe dhe kishte një besueshmëri tek institucionet e shtetit, tek drejtësia dhe patjetër ai ishte arkitekti i këtij vizioni. Dje kena treguar që ne mundena me ndërtu shtetin shqiptar në formën më të mirë të saj, në formën më dinjitoze dhe ky gjë do të më bëjë. Ne që përfaqësojmë të djatën tradicionale konservatore dhe nacionalizmin shqiptar, kemi detyrim të punojmë më fort për familjen shqiptare, për kombin ton, për atë dheun ton, për të bërë të mundur rikthimin e sistemit mbretëror si garanci për stabilitet, unitet dhe zhvillim kombëtar. Në fund të takimit, disa familje shkodrane që i shndruan me besnikëri familjes mbretërore dhe kontribuan për gjatë historisë, u nderuan me mirënjohje nga Leka Zogu i dytë. Në emër të Partisë Demokratike, zëdhënësja për antikorrupsionin Genta Vangeli denoncoi një skandal të ri që sipas saj po ndodh në Bashkinë Durrës. Ajo tha se bëhet fjalë për depozitimin e mbetjeve urbane, për të cilat Bashkia Durrës ka lidhur kontratë me miliona euro me një kompani nën sekuestro nga SPAK. Në 14 tetor 2025, Bashkia Durrës shpalli sërish fituese të njëjtën kompani, për një tjetër procedurë prokurimi, sërish me negocim pa shpallje, me objekt depozitimi mbetjeve urbane në Bashkinë e Durrësit dhe me fond limit rreth 6.2 milion euro, afati 3 vjet. Vlera fituese ka qenë 100% e fondit limit. Ky tender ngre disa pikpyetje serioze. Së pari, mungesa e transparencës. Nuk ka asnjë informacion mbi sasinë e pritshme të mbetjeve apo specifikime teknike të shërbimit. Së dyti, dyshime për abuzime me procedurat e prokurimit. Përdorimi i procedurës me negocim pa shpallje paraprake nuk justifikohet ligjërisht. Së treti, mospërputhja financiare. Në kontratën e vitit 2021, vlera ishte rreth 2.8 milion euro në vit, ndërsa në 2025 shkon në 2 milion euro në vit. Partia Demokratike i kërkon SPAK-u të hetojë me urgjencë të kontrata, të cilat sipas kontrollit lartë të shtetit nuk garantojnë qëndrueshmëri financiare, pasi të ardhurat e krijuara nuk mbulojnë shpenzimet e shërbimit. Kjo është një tjetër provë se si qeveria e Edi Ramës dhe bashkitë në drejtimin e tij veprojnë duke shpërdoruar fondet publike në shërbim të aferave korruptive dhe në kurrizë të qytetarëve. Ndalemi më tej nga studio emisionit kjo javë në News 24, kryetaria e shoqatës avokatëve penalistë Joana Qeleshi tha se vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit ishte një veprim ekstrem që reflektoi pakënaqësinë e grumbulluar ndaj sistemit të drejtësisë. Ajo tha se pas ngjarjes reagimi institucional mbetet i pjesshëm, ndërsa theksoi se stoku i dosjeve ka çuar sistemin e drejtësisë në kolaps. Kryetaria e shoqatës së avokatëve penalistë Joana Qeleshi komentoi ngjarjen e rëndë të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit. E ftuar në emisionin kjo javë në News 24, Qeleshi tha se bëhet fjalë për një veprim ekstrem, që pasqyron pakënaqësinë e grumbulluar ndaj sistemit të drejtësisë, por theksoi se dhuna nuk mund të jetë kurrë një zgjidhje. Mendoj që kjo ishte paralajmëruar. Sigurisht ka një pakënaqësi të madhe, mendoj jo pa të drejtë të publikut ndaj sistemit gjyqësor, e cila kryesisht vjen për shkak të zgjatjes së gjykimeve dhe vonesave në procese. Patjetër që një ngarkesë kaq shumë e madhe diku shpërthen në forma të ndryshme, se njerëzit duhet gjejnë mënyrat e tyre se si edhe të shfaqin pakënaqësitë
njerëzit dhe institucionet, apo dhe kolegët, dhe ne duhet ngrem zërin. Fatkeqësisë dhe dëmit shumë të madh, humbjes jetës kolegut ton, Astrid Kalaja, dëmit që i ka ardhur vetë sistemit, besoj që nuk i shërbeu askujt. Ajo tha se pas vrasjes së gjyqtarit janë ndërmarrë disa masa sigurie në gjykata, por sipas saj, reaksioni institucional mbetet i pjesëshëm dhe jo i qëndrueshëm. Në disa gjykata u bë verifikimin nëse këto metal detektoret ishin në gjendje funksionale, nëse ishin kushtet që të ndryshoheshin me të reja. Ende nuk është ajo qasja e duhur, sepse në një situatë të tillë është mirë që të ketë një reagim që të jetë ndërinstitucional dhe të ketë një strategji. Pra një strategji e cila patjetër përmban masa afat shkurtra, që janë të menjëhershme dhe mund të zgjidhen kollaj, masa afat mesme dhe pastaj masa më afat gjata. Ama strategjia duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe duhet të ketë zë apo marrjen e mendimeve të gjithë aktorëve. Kryetaria e shoqatës së avokatëve penalistë theksoi se sistemi gjyqësor po përballet me mbingarkesë të paprecedent, duke e cilësuar gjendjen në kolaps. Mendojmë që ka ardhur momenti që të ketë një ndërmarrje dhe një verifikim të situatës nga ana e shtetit, për të vlerësuar se si do zgjidhet kjo situatë. Gjyqtarët dhe prokurorët bëjnë maksimumin e tyre, por janë qenë njerëzore që kanë një kohë kufizuar, një orar të kufizuar, një kapacitet të kufizuar për të trajtuar volumin e çështjeve që kanë. Asnjë nga magjistratët sot në Republikën e Shqipërisë nuk punon në kushte normale. Gjyqtari i gjykatës shkallës parë Tiranë ka për në shqyrtim në të njëjtën kohë 1500 dosje. Një gjyqtar i gjykatës së apelit në 33 a 35 veta që kanë shkuar aktualisht kanë një stok prej 50.000 dosjesh. Sipas saj, zgjidhja duhet të vijë përmes ndryshimit të thelluar, investimeve në infrastrukturë dhe përmirësimit të kushteve të punës për magjistratët, në mënyrë që sistemi të funksionojë me efikasitet dhe të rikthejë besimin e qytetarëve. Detyrim paraqitje dhe ndalim jashtë shtetit ka vendosur gjykata e Durrësit për 4 të arrestuarit, të cilët u vunë në pranga për mos kallëzim krimi lidhur me vrasjen e 2 të rinjve në Manës për një kafe. Gjyqi u mbajt pa praninë e medjave për shkak të ngarkesës me çështje të tjera dhe sekretit hetimor. Ngjarja ndodhi në ambientin e jashtëm të një lokali në Manës, ku u vran me armëzjari 33 vjeçari Flori Paluçi dhe 23 vjeçari Aranit Kurti. Në pranga u vunë Ergi Kadio 25 vjeç, Eralcani 21 vjeç, si dhe 2 vëllezëri Taulan dhe Emirjan Beqa 37 dhe 34 vjeç, të gjithë akuzuar për mos kallëzim krimi. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet për 3 gardianët e burgut 313 akuzuar për shpërdorim detyre gjatë tentativës për t'u arratisur nga qelia të Arbër Cakajt dhe Fatmir Pjetrit. Në dosjen e prokurorisë thuhet se 3 gardianët nuk kanë kryer kontrollin e të paraburgosurve. Plot 4 vite nga tentativa për t'u arratisur e Arbër Cakajt i kompanisë Arbri Garden, i dënuar për trafik kokaine, dhe Fatmir Pjetri i bandës së babagjyshve që kryente grabitje spektakolare. Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet dhe dorëzoi për gjykim dosjen penale ndaj 3 gardianëve të burgut 313 në Tiranë. Ndaj punonjësve të policisë së burgut Redion Maloku, Bashki Muça dhe Oldi Myzyri është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës. Në dosjen e prokurorisë thuhet se 3 punonjës të rolit bazë në momentin e tentativës së arratisjes nuk kanë kryer kontrollin e të paraburgosurve, edhe pse ishte detyra e tyre sipas ligjit dhe rregullores. Nëse këta punonjës do të kishin kryer detyrën e re, 2 personat që tentuan të arratisen nuk do të mund të lëviznin në ambientet e brendshme të IEVP-s me sende të ndaluara ose të prodhuara prej tyre për t'i përdorur për arratisje apo për të ushtruar dhunë fizike ndaj punonjësve të policisë së burgjeve që tentuan t'i ndalojnë të dalin nga rrethimi i institucionit, gjë e cila vërtetohet plotësisht nga pamjet filmike të ambienteve të brendshme të IEVP-s 313, thekson prokuroria. Sipas organit të akuzës, nga pamjet filmike, konstatohet se gardianët Redion Maloku, Bashki Muça dhe Oldi Myzyri nuk kanë kryer fare kontroll fizik të paraburgosurit Fatmir Pjetri, i cili duke i qartë se mbante një çantë në dorë, brenda së cilës kishte sende të ndaluara, çka ju ka mundësuar atyre të tentojnë arratisjen. Mas ditën e 8 gushtit 2021, të paraburgosurit Arbër Cakaj dhe Fatmir Pjetri
Kanë tentuar të arratisen duke zbritur me një litar të improvizuar me çarçaf nga pjesa e ajrimit që ndodhet në terracën e godinës A të shkallët të administratës. Ata janë ndaluar nga policia në pjesën e oborrit të burgut. Ndalemi tani në të tjera zhvillime. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka edhe një ditë kohë ligjore për të formuar qeverinë e re dhe për t'u prezantuar atë antarëve të Kuvendit të Kosovës. Nëse qeveria nuk zgjidhet të dielën, Kosova mund të përballet me një krizë të re institucionale, duke mos përjashtuar mundësinë si zgjidhje alternative të mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Kosovës, kreu i lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka edhe një ditë kohë ligjore për të formuar qeverinë e re dhe për t'u prezantuar atë antarëve të Kuvendit të Kosovës. Nëse qeveria nuk zgjidhet të dielën, pas zgjedhjeve të shkurtit dhe muajve të tërë përpjekjesh për të formuar institucionet e reja, Kosova mund të përballet me një krizë të re institucionale. Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje mori më shumë vota, por jo mjaftueshëm për të formuar e vetme qeverinë. Tani nuk është e sigurt nëse kjo parti do të arrijë të sigurojë votat e deputetëve nga partitë e tjera deri të dielën, njofton në Radio Europa e Lirë. Më herët, lëvizja vetëvendosje e përjashtoi mundësinë e bisedimeve me Partinë Demokratike të Kosovës, ndërsa e la derën e hapur për bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Aktualisht nuk ka informacione se një marrëveshje koalicioni është në horizont. Në fillim të kësaj jave, Kurti la të kuptojë se mund të mos jetë në gjendje të formojë qeverinë e re dhe vlerësoi se zgjidhja alternative është mbajtja e zgjedhjeve të reja. Megjithatë, Kushtetuta e Kosovës përcakton se nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë. I mandatuari i ri për kryeministër sërish do të ketë 15 ditë për t'i propozuar Kuvendit përbërjen e qeverisë dhe programin e punës. Bazuar në vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës në vitin 2020, mandatari i dytë për kryeministër mund të jetë edhe nga partia e dytë më e madhe, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës. Sipas Gjykatës Kushtetuese, presidenti shpall zgjedhje të reja nëse qeveria nuk zgjidhet për herë të dytë dhe ato duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e thirrjes. Zhvendosemi tani tek informacionet nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump ka rritur ndjeshëm forcën ushtarake amerikane në Karaibe duke vendosur grupin e transportuesve të avionëve Gerald Ford në Amerikën Latine. Vendosja shënon një përshkallëzim të rëndësishëm mes tensioneve të larta me Venezuelën, qeverinë e së cilës Washingtoni e ka akuzuar prej kohësh për strehimin e trafikantëve të drogës dhe minimin e institucioneve demokratike. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump përshkallëzoi një forcim ushtarak amerikan në Karaibe të premten, duke njoftuar vendosjen e grupit të transportuesve të avionëve Gerald Ford në Amerikën Latine, një shfaqje force shumë më tepër se çdo përpjekje e mëparshme kundër narkotikëve dhe lëvizja më e vendosur e Washingtonit në rajon deri më tani, njofton Reuters. Vendosja e cila i shtohet 8 anijeve luftarake, një ndëndetëseje bërthamore dhe avionëve F-35 që janë tashmë në rajon, shënon një përshkallëzim të rëndësishëm mes tensioneve të larta me Venezuelën, qeverinë e së cilës Washingtoni e ka akuzuar prej kohësh për strehimin e trafikantëve të drogës dhe minimin e institucioneve demokratike. Prania e shtuar e forcave amerikane do të forcojë kapacitetin e SBA-s për të zbuluar, monitoruar dhe ndërprer aktorët dhe aktivitetet e palishme që kompromentojnë sigurinë dhe prosperitetin e Shteteve të Bashkuara dhe sigurinë tonë në hemisferën perëndimore, u shpreh në rrjetin social X zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell. Ford, i cili u vu në shërbim në vitin 2017, është aeroplan mbajtësja më e re e Shteteve të Bashkuara dhe më e madhja në botë me më shumë se 5.000 marinarë në bord. Ushtria amerikane ka kryer 10 sulme kundër anijeve të dyshuara për drogë, kryesisht në Karaibe që nga fillimi i shtatorit, duke vrarë rreth 40 persona. Pentagoni nuk ka dhënë shumë informacion, por ka njoftuar se disa nga të vrarët ishin venezuelian. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka pohuar vazhdimisht se SBA-ja shpreson ta largojë nga pushteti. Të njëjtën, Maduro paralajmëroi se nëse SBA-ja ndërhyn ndonjëherë në vend, do të ngrihet klasa punëtore dhe një grevë e përgjithshme kryengritëse do të nisë në rrugë derisa të rifitohet pushteti, duke shtuar se miliona burra e gram me armë do të marshojnë në të gjithë vendin.
Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe fshinjit të Venezuelës, Kolumbisë, janë rritur gjithashtu ditët e fundit, teksa Trump akuzoi presidentin kolumbian Gustavo Petro se është një udhëheqës i palishëm i drogës dhe një djalë i keq, gjuhë që qeveria e Petros e quan fyese. Trump ka autorizuar Agjencinë Qendrore të Inteligjencës të kryejë operacione të fshehta në Venezuelë. Vetëm disa orë pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth njoftoi vendosjen e transportuesit të avionëve, administrata Trump njoftoi se po vendoste sanksione ndaj Petros, duke përmendur drogë të dyshuar të palishme. Kanadaja është e gatshme të rinisë bisedime tregtare me SBA-n, kështu ka deklaruar kryeministri kanadez pasi presidenti Trump i ndërpreu ato për shkak të një reklame antitarifore të lëshuar nga autoritetet e Ontarios. Presidenti amerikan e cilësoi reklamën si një mashtrim. Kryeministri i Kanadas Mark Carney tha të premten se Kanadaja është e gatshme të rifillojë bisedime tregtare me Shtetet e Bashkuara, të cilat presidenti amerikan Donald Trump i ndërpreu për shkak të një reklame antitarifore të lëshuar nga autoritetet e Ontarios. Trump i ndërpreu bisedime të njëjtën për shkak të videos ku përdori ikona republikane ish presidenti Ronald Reagan, duke thënë se tarifat shkaktojnë luftra tregtare dhe katastrofë ekonomike. Në një postim në rrjetet sociale vonë natën, Trump e quajti reklamën mashtrim. Carney është përpjekur në 2 vizita në shtëpinë e bardhë që kur u bë kryeministër të arrijë një marrëveshje për të ulur tarifat e importit për çelikun, aluminin dhe automjetet të vendosura nga Trump, të cilat kanë dëmtuar ekonominë e Kanadas. Pavarësisht përpjekjes së Carneyt për të ringjallur bisedimet me Kanadan, kryeministri i Ontarios Doug Ford tha se urdhëroi që reklamat të vazhdonin të transmetoheshin gjatë ndeshjeve të serisë botërore të bejsbollit në fundjavë për të arritur një audiencë më të madhe në SBA. Duke folur me kryeministrin Carney, Ontario do të ndalojë fushatën e saj reklamuese në SBA duke filluar nga e hëna, në mënyrë që bisedimet tregtare të mund të rifillojnë, tha Ford, i cili më parë është përplasur me zyrtarët e administratës Trump për tarifat. Sulmet ajrore ruse kanë vrarë së fundmi 2 persona dhe kanë plagosur 13 të tjerë në kryeqytetin Ukrainas Kiev. Sulmi në Kiev shkaktoi zjarre të shumta dhe dëmtoi infrastrukturën civile. 2 persona u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën në Kiev pasi raketat dhe dronët rus shkaktuan shpërthime të fuqishme dhe zjarre në mbar kryeqytetin Ukrainas, thanë autoritetet ushtarake ukrainase. Sipas tyre, sulmi në Kiev dëmtoi infrastrukturën përfshirë edhe një çerdhe. Këto sulme u drejtuan përsëri në infrastrukturën tonë civile dhe energjetike. U shpreh në rrjetin social X kryeministria ukrainase Yulia Sviridenko. Rusia tani po përpiqet të krijojë një katastrofë humanitare në Ukrainë që të përkojë edhe me dimrin, shtoi më tej ajo. Ministri i jashtëm i Ukrainës Andrei Sibia tha se raketat dhe dronët rus kishin shënjestruar gjithashtu rrjetin energjetik, hekurudhat dhe shtëpit në Dnipro, Kharkiv dhe Sumi. Sa kaq, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë bëri të ditur në një deklaratë në Telegram se sulmet gjatë natës kishin shënjestër ndërmarrjet e kompleksit ushtarako-industrial të Ukrainës dhe objektet e infrastrukturës energjetike që mbështesin operacionet e saj. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha gjithashtu se forcat e saj kishin rrëzuar 121 dronë në Ukrainas gjatë natës, përfshirë 7 që po fluturonin drejt Moskës. Ndryshojmë tani temë të zhvillimeve gatime tradicionale të Boboshticës, bën bashk banore turist në aktivitetin tregime fshati. Përveç se shijuan gatime të shumta, turistët u bën bashk edhe për të gatuar receta të ndryshme të kësaj zone. Në zemër të fshatit Boboshticë u zhvillua aktiviteti tregime fshati, një fundjavë veçantë që bashkoi traditën, shijen dhe mikpritjen karakteristike të zonës. Nga gatimet në Saçe deri te Rakia e Manit, gjithçka u përjetua me shumë dashuri edhe nga turistët. Bëjmë petën e parë dhe e gjellëm, bëjmë petën e dytë. E spërkatim vetëm me ujë përsipër, kur bëhet në Saç nuk bëhet me lyrë përsipër. Pjekim dhe pastaj e lyjmë me gjalp. Mos e dhësh asgjë, vetëm ujë, kripë edhe pak vaj, absolutisht asgjë tjetër. Gjëja e parë që kërkojnë lakro me Saç ose petulla të fshira. Anvisat boboshtare ndan sekretet e tyre të vjetra duke treguar se si gatuhet lakrori me dy pet, një nga traditat më të hershme të kuzhinës vendase. Vllau, kur më detyroj ke me gatu, ma bëj ke baqën mallin si kur pitet e nanës që i ka gatu. Me gjithë onë gjitha vjutëm pite, tash
mësova pizojës, lakror, burek, ku ta dione. Turistët nuk ishin vetëm spektator, por edhe pjesëmarrës aktiv. Ata provuan gatimet, por edhe mësuan vetë si të përgatisin lakrorin me dy pet, duke shijuar një përvojë unike e autentike. Jo bio, po super bio. Si që shkon edhe këto manat që janë këtu as krastiten, as spërkaten me asnjë lloj medikamenti. Dhe janë se i themine i ka krijuar Zoti këtu në Boboshticë, i ka mbjellë. Janë kazante rakisë dhe leme 3-4 ditë, fermentohet, ka shumë ëmbëlsirë dhe ka shumë aciditet dhe bën fermentin shumë shpejt. Ngjyra tani pse është dhe ngjyra e jeshile rakisë të manit. Se këto kur fillon del pak jeshile, ka një nuancë, dhe atëherë thonë themine që ky kazan ka raki shumë. Dhe pastaj ngjyrën tjetër japi me gjethet e manit të bardhë. Në stendat e degustimit rakia e manit, krenaria e Boboshticës u servir në ngjyrën e saj jeshile karakteristike, duke rrëfyer historinë e mjeshtërve vendas që dinta përgatisin me kujdes e dashuri. Burrat e fshatit treguan me pasion procesin e përgatitjes së rakisë, nga manat shumë vjeçar. Tregimi e fshatit solli një fundjavë plot aromë dhe shije, një rikthim të rënjët dhe një ftesë për të jetuar traditën në frymën e kohës moderne. Të kthesh skrapin në art, kjo është ajo çfarë ka mundur të realizojë 30 vjeçari Hussein Davud nga Iraku. Ai ëndërron të çojë këtë art në të gjithë botën dhe ta shfaqë atë në hapësira publike. Në një punishte në Najaf të Irakut, mekaniku dhe artisti irakian i skrapit Hussein Davud monton me kujdes një model të bërë tërësish nga pjesë të ricikluara të automjeteve, duke bërë bashk kreativitetin me ndërgjegjësimin mjedisor. Ajo që filloi si një hobi, ka evoluar në një formë unike të artit me skrap, duke ripërdorur mbetjet metalike, gomat e përdorura dhe pjesët e hedhura të automjeteve. Vazhdova ta bëja këtë derisa tani u shndrua në një biznes, pasi kaq shumë njerëz kërkuan vepra arti me skrap nga unë sepse i admirojnë ato. Tha mekaniku 30 vjeçari, i cili tashmë është edhe artist. Filloi si një hobi, pastaj gradualisht zbulova se ky është art me skrap që mbart një mesazh. Ideja e tij kryesore është mbrojtja e mjedisit nga mbetjet metalike dhe gomat e përdorura. Të gjitha mbetjet shndërrohen në vepra të bukura artistike. Vazhdova të bëja këtë derisa tani u shndërrua në një biznes, pasi kaq shumë njerëz kërkuan vepra arti me skrap nga unë sepse i admirojnë ato. Është bërë një biznes i imi. Davud merr materiale nga punishte në të gjithë Najafin, duke përfshirë punishtet e riparimit të motocikletave, ku pjesët e hedhura ripërdoren për krijimet e tij. Ato kanë pjesë unike, si pjesët e motorit, gjë që është një shtesë jashtëzakonisht e bukur për veprat e artit që krijoi, theksoi ai. Kur zgjedh pjesë, për shembull si pjesët e motorit, gjithmonë zgjedh pjesë unike për t'i vendosur në pjesën e përparme, në mënyrë që vepra artistike të dallohet. Sekreti është në praktikë dhe të ndihmon të fitosh përvojë. Unë kam bërë këtë për 7 vjet, kështu që kam fituar eksperiencë për të kuptuar se ku ta vendos secilën pjesë. Davud ndëron ta çojë artin e tij me skrap në të gjithë botën dhe ta shfaqë atë në hapësira publike si parqe, kopshte dhe rrugë, duke krijuar vepra arti që rrisin ndërgjegjësimin për mjedisin. Kam një qëllim ose ëndër të bëhem një artist ndërkombëtar në fushën e artit me skrap dhe riciklim. Ambicia ime është të krijoj vepra arti dhe t'i shfaq ato në hapësira publike si parqe, kopshte dhe rrugë publike, në mënyrë që njerëzit t'i shohin dhe të mësojnë rreth këtij arti dhe rreth mesazhit të tij kryesor, i cili është mbrojtja e mjedisit.
طبعا انا دائما اجي اخذ من عنده Gjithmonë vi për të marrë pjesë të përdorura këtu, pasi kanë shumë pjesë dhe vegla për motocikleta të cilat nuk u nevojiten ose janë zëvendësuar me të reja. Ai më telefonon që të viti marr. Kanë pjesë unike si pjesë motori të cilat janë një shtesë jashtëzakonisht e bukur për veprat e artit që krijoi. Arti i Davud Meskrap kohët e fundit ka arritur në provincën Al-Qadisiyeh në Irak, ku vepra e tij e artit, një grusht që mban një çelës, tani qëndron jashtë një kompanie shpërndarjeje të produkteve të naftës, duke simbolizuar inxhinierët e saj. Krye-inxhinieri përgjegjës i Departamentit të Naftës në Qadisiyeh, Ali Farhud, vlerësoi talentin e Hussein Davud. Ne shqyrtuam shumë ide dizajni duke pastruar, përditësuar dhe duke përdorur mjetet të inteligjencës artificiale, derisa arritëm në dizajnin përfundimtar që shitni tani. Ne zgjodhëm grushtin dhe qelsin, pasi grushti përfaqëson forcën dhe qelsi përfaqëson punën. Ne kombinuam forcën dhe punën së bashku. Në të njëjtën kohë dizajni që kishim, artisti Hussein Davud, i cili është një artist krijues nga provinca Najaf, kishte postuar vepra të ngjashme në faqen e tij në media sociale, kështu që ne kontaktuam zotin Hussein. Ram dakord të bashkëpunonim me të dhe për fat të mirë kemi patur sukses dhe rezultati është vepra artistike që shihni tani. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, teksa për të tjera zhvillime, ju ftoj të ndiqni faqen e balkanue.com për informacione nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë, më në takofshë.